Albanit, kush është për 9 vota për. Vetëm disa prej organizatave të cilat aplikuan për vëzhgimin e zgjedhjeve janë akredituar nga KQZ-ja të Mërkurën. Për disa të cilat kishin numër të lartë të vëzhguesve, pati dyshime për veprimtarinë e tyre. Me 23 shtator 2025, edhe me 1 tetor vjen me 259 vëzhgues, unë shumë po dyshoj edhe për burimet njerëzore edhe për burimet financiare. Edhe antari nga radhët e PDK-s, Arjanit Elshani, pati dyshimet e veta në lidhje me njërin nga organizatat. Unë nuk jam për miratimin e të gjithave dhe rekomandoj që të votohen veç e veç se cila organizatë. Antari tjetër i KQZ-s, Alban Krasniqi, ka thënë se trajtimi i organizatave që paraqiten për akreditim është shumë teknik. Ekziston rreziku permanent i futjes ndikimeve të huaja në petkun e vëzhguesve. Mendoj që nuk është çka që thjesht. Vjen dikush me 200, po 40 a 50 antar që këqyrin me i vëzhgu. Kësaj për pjesën tjetër të organizatave që nuk janë akredituar ende, do të rishikohen dokumentacioni dhe do të dërgohet për miratim në mbledhje tjera. KQZ mori vendim për akreditimin e 521 vëzhguesve, për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale për kryetarë të komunave dhe për kuvende komunale.